Vazhdojmë me kandidatin e koalicionit Vlen për kryetar të komunës së Sarajit, zotin Muhamet Elmazi. Mirëmbrëma dhe mirëseardhjet në Arsat. Mirëmbrëma, merci. Zoti Elmazi, edhe 20 ditë do të mbahen zgjedhjet. E keni gati programin zgjedhor? Po, e kemi gati, e kemi dorëzuar për të shtyp edhe për të ofruar qytetarëve nga afër që ta shohin. Mungesa e ujit të pishëm është ndër problemet kryesore të banorëve të komunës së Sarajit. Keni një plan se për sa kohë mund të zgjidhet ky problem në mënyrë që çdo vendbanim në Saraj të ketë ujë 24 orë në ditë? Siç e cekët edhe ju, një prej problematikave kryesore me theks të veçantë në plan programin tim do jetë infrastruktura nëntoksore, konkretisht uji i pishëm dhe kanalizimit, domethënë fekal dhe atmosferik. Këtu theks të veçantë i japim ujë të pishëm. Fatkeqësi, burimi i ujit është në komunën e Sarajit, ku furnizohet gjithë qyteti i Shkupit, madje deri te vendbanimet e fundit të Zelenikovës, ndërsa vendbanimet tona nuk kanë ujë të pishëm. Kemi plan se si do ta zgjidhim në bashkëpunim me qytetin e Shkupit. Do ta shohim deri ku janë procedurat, pasi që këtë mandat bashkëpunim qyteti Shkupit dhe komunën e Sarajit ndan një shumë prej 3 milion eurosh në qoftë se zgaboj, se isha edhe pjesë e këshillit qyteti Shkupit, edhe kanë filluar disa punime të realizohen, mirë po nuk u ka zgjidhur problemi. Ne kemi plan konkret se çka do të ndërmarrim dhe për një mandat të plot, unë kam këtë edhe premtim, domethënë para qytetarëve, nëse nuk e zgjidh ujin e pishëm për një mandat të plot, unë nuk do dal para tyre të kërkoj përkraje politike dhe mbështetje. Ashtu. Theksua që do të fokusoheni edhe te infrastruktura si kanalizimi, por nga ana tjetër banorët ankohen edhe për rrugët e paasfaltuara, rrugicat në shumë vendbanime. Keni një plan edhe për ndërtimin e rrugëve në lagjet e Sarajit dhe nga do t'ja nisni? Realisht, Saraji çdo ditë e mëtej në gëzon fakti se ka rini me numër të madh, domethënë kjo shifet edhe në filloristët e parë të cilët regjistrohen për shkollat fillore, madje edhe te çerdhet ku numri për të njëjtit është në pritje të vazhdueshme, domethënë në rritet numri. Kemi plan konkret. Duam ta fillojmë që nga vendbanimi Saraj, rrugën Dardania apo e njohur te popullata rruga 20 do shndrohet në bulevard. Për këtë kemi garant qeverinë e Republikës Maqedonisë së Veriut dhe Ministrinë e Transportit dhe do të hapim rrugë alternative në disa vendbanime, siç janë në Llog, në Krushopek, Gërçec, do hapim rrugë alternative në vendbanimin Kondov, në Shishov do ta lidhim vendbanimin nga dy anët në Unas, do ta futim që të ketë qarkullim sa më të lehtë, me vetëm qëllim që vendbanimet tona të jenë me rrugë alternative dhe me rrugë me standarde moderne. Komuna e Sarajit ka potencial të madh edhe për zhvillimin e turizmit, sidomos në Matkë dhe në liçenin e Treskës. Keni ju plan, e keni në program zhvillimin e turizmit? Një prej pikave të plan programit tim është zhvillimi i turizmit. Mirëpo ne do të fillojmë nga një pjesë tjetër. Do bëjmë fillimisht bashkëpunim me qeverinë e Republikës Maqedonisë së Veriut, konkretisht Ministrinë për Ekologji, do i dislokojmë se Saraj fatkeqësisht ka disa deponi të egra. Është shndruar nga një parajsë e Shkupit, lirisht mund ta them, me Dilumej, me kanjonin e Matkës, liçenin Treska, është shndruar në mbeturina, domethënë deponi të egra të mbeturinave, do t'i dislokojmë, t'i pastrojmë ato deponi të egra fillimisht, të mbjellim fidane të reja dhe pastaj do fillojmë me zhvillim të këtyre pasurive tona, siç është liçeni Treska dhe kanjoni Matkës. Kanjonin e Matkës do ta zgjedhim fillimisht problematikën e parkingjeve, ku kena të projektuar tashmë ditëve në vijim do ua prezantojmë qytetarëve për 350 parkinge, domethënë për vetura. Një problem i cili është tashmë atje paraqitet, edhe do ta zgjidhim problemin e infrastrukturës. Në kanjonin e Matkës nuk kemi se si të shkojmë. Domethënë, për çdo ditë vizitojmë turist, për çdo ditë lënë nga 1 dinar të tyre aty, mirëpo kushte elementare për ata turistë ne nuk ofrojmë si komunë e Sarajit, ndërsa për liçenin Treska, domethënë më njëherë pas marrjes së mandatit, agjencioni për promovim dhe përkraje të turizmit, Lënda është te ata, ka komision të përcaktuar, të cilët me sa e di në nëntor të vitit 2023 ka qenë mbledhja e fundit të tyre. Kjo vetëm se ka qenë punë politike, me sa shifet,
pushteti i kaluar, edhe pse ka qenë kandidati apo kryetari komunës i tyre, nuk e kam përkrahur dhe ka pas loja politike për mos më zgjidh ky problem. Ne premtojmë se me njëherë pas marrjes së mandatit, me Ministrinë e Transportit, të Ekonomisë dhe të gjithë ata që janë anëtarë të kjo, vetëm se Agjencioni për Përkrahje e Turizmit është nën kompetenca të Ministrisë së Kulturës, dhe i marrim prej fillim të gjitha hapat dhe brenda 6 muajve do kemi pasqyrë të qartë se ku jemi dhe çka duhet ndërmarrim për ta ecë më tutje liçenin Treska për ta zhvilluar. Edhe komuna e Saraj, si komunat e tjera, ka problem me ndërtimet e paligjshme. Si do të ndaloni ndërtimet e paligjshme në komunë? Hapin e parë që dhe bëjmë me Inspektoratin Shtetëror të Ndërtimit, dhe i ftojmë që ta bëjnë një revizion, në qoftë se mund ta themi ashtu, të gjithë teritorit komunës Sarajit, ku ati do dalin në pa se sa ndërtimet të egra ka pa leje. Unë do ndërmarr një hap, do mundohem të urbanizoj gjitha vendbanimet tona me vetmin qëllim që qytetari të vije si ka hije edhe rent, të aplikon të merr leje për ndërtim nga komuna e Sarajit. Në këtë aspekt edhe do e mbushim arkën e komunës, edhe qytetari do ndërtoje pa asnjë problem me leje dhe me gjithë dokumentacionin e rregullt. A ofroni zgjidhje për transportin publik, meqense në 4 vitet e fundit ky problem ishte problem kryesor edhe i gjithë qytetit të Shkupit? Siç e cekët edhe ju, domethënë një nga problemet jashtë asaj të mbeturinave është edhe transporti publik. Ne jena komunë me 24 vendbanime, ku kena edhe vendbanime të largëta. Problemi paraqitet te nxënësit e shkollës së mesme, të cilët udhtojnë nga Bojana dhe Dvorca si vendbanime më të largëta të komunës tonë, dhe ky problem paraqitet në çdo fshat. Sidomos Bojan Kopanic, ku nuk kanë mund të japim edhe mjet qarkullimi apo mjet transporti, autobus në këtë rast, me një katësh që të mund të shkoj të grumbullon apo të mledh nxënësit në mes të fshatit, por kanë lishu për atyre dikatët të cilët nuk kanë mund të kalojnë edhe nën kalimin në vendbanimet e tyre, kështu që u kanë detyruar nxënësit e shkollave të mesme të udhtojnë ka 7-8 kilometra në ditë në kam. Me një menaxhment të ri të qytetit Shkupit, më dihet se do të ndodhë ndryshimi edhe aty, dhe ne si partner që jemi në qeveri, shpresojmë se edhe në qytet Shkupit me një bashkëpunim të tillë do ta zgjidhim këtë problem. Fillimisht do bëjmë menaxhim të vendbanimeve edhe orar të ri për çdo vendbanim, ku do t'i përshtatim me nxënësit e shkollave të mesme dhe punonjësit e administratës. Dhe fare fund, çfarë do të bëni për të zhvilluar arsimin dhe a keni plane për mbështetjen e rinisë, në mënyrë që ta mbani aty, mos largohet? Fatkeqësisht, arsimi është i politizuar në komunën e Sarajit. Nga Inspektorati për Arsim kemi informacione se kuadra jo adekuat vijojnë të japin mësime në për shkollat fillore. Fillimisht do merrena me këtë çështje, duke u mundsuar nxënësve një arsimtar apo mësimdhënës adekuat. Do krijojmë në kuadër të komunës Sarajit një komision për filtrim, të cilët çdo punësim i radhës do kalon nëpër këtë komision, që të zgjidhet më i miri dhe jo partijak, pavarësisht cilës subjekt politik i takon, ai do punësohet të cili di plotson kushtet edhe do jetë më i miri, edhe me notë mesatare e kështu me radhë. Pastaj në plan programin tim qëndron tu ofrojmë nxënësve kushte të mira në për shkollat e tyre fillore. Domethënë jeni dëshmitar, unë kam publikuar gjithandej me çfarë kushte dhe çfarë shkolla fillore kemi në komunën e Sarajit. Unë për plan programin tim kam 4 shkolla fillore të cilat pretendoj të bëjt që nga e para, domethënë godina të reja të jenë shkolla fillore në Matkë, në Shishov, në Sillare Tepërme dhe në vendbanimin Llazkarc, dhe të bëjmë restaurimin e shkollave tjera të cilat janë ati ku vijojnë nxënësit mësim. Gjithashtu për parashkollorët planifikojmë 3 qerdhe të reja, me të vetmin qëllim që t'u mundsojmë prindërve, sidomos nonave, që të kenë ku t'i ofrojnë kushte më të mira filloristëve, këtyre parashkollorëve, fëmijëve të tyre në vendbanimet tona. Kena 3 lokacione. Lokacioni më çka dua ta cek këtu është në vendbanimin Gërçec,
të pastrehjurit, ku në bashkëpunim me Ministrinë e Punës e në Politikës Sociale do t'i largojmë të pastrehjurit nga aty, do t'i dislokojmë dhe aty do t'a bëjmë një qerdhe me kapacitet prej 100 deri 150 fëmijë, me të vetëm qëllim që t'u ofrojmë kushte sa më të mira. Sa i përket rinis, ne vetëm se kemi takime, dje kishim atë oficialen edhe zyrtaren me një nga kompanit më të mira për inovacion dhe në rajon dhe ku kena programet të qarta se si do t'i subvencionojmë rinin në programet të ndryshme me të vetëm qëllim që ata zhvillohen dhe vazhdojnë jetën e tyre në komunën e Sarajevit. Ju faleminderit shumë për këtë intervistë.